Divizion shtetror apo gar protagonizmi. Politika jashtme e Kosovës duket si një duel institucional, mes kontradiktash dhe mesazhesh të paqarta. Rezultati, Kosova ka përfunduar me sanksione. Por a është kjo strategji? Është kalkulim politik dhe ego. Me botën që ndryshon shpejt, çfarë rrugë duhet të zgjedh Kosova për të mos humbur peshën ndërkombëtare? Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se vini në edicionin e ri të ekspozes magazinës së përjavshme televizive të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela. Për çdo vend, politika jashtme është karta kryesore e ndikimit dhe sigurisë. Për Kosovën, kjo kartë po luhet në kushte të vështira. Sanksione nga Bashkimi Evropian, pasiguri në marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara dhe sfida të pazgjitura në dialogun me Serbinë. Sigur këto të mos mjaftonin, situata komplikohet edhe më nga mungesa e dukshme e koordinimit mes institucioneve dhe paqartësia në përcaktimin e qëndrimeve para partnerëve ndërkombëtar. Ish diplomati Albert Prenka i thotë se Kosova nuk ka një politikë të jashtme të ndërtuar mbi strategji të qartë dhe aleanca të konsoliduara. Sipas i vendit i mungon konvergjenca, bashkëpunimi dhe sinergjia me SBA-n dhe BE-n. Kosova është duke përjetuar një asfiksim, një vetëmbyllje dhe ka humbur relevancën në arenën ndërkombëtare. Bëhet fjalë për një diskoordinancë totale, për një kakofoni në politikën e jashtme dhe si rezultat i kësaj Kosova ka përfunduar me sanksione. Për më shumë se 2 vjet, Kosova është nën sanksionet të OBE-s për shkak të vendimeve të qeverisë që janë perceptuar si të njëanshme dhe në dëm të komunitetit serb. Së fundmi edhe SBA-ja ka pezulluar nisjen e dialogut strategjik me Kosovën të krijuar për forcimin e marrëdhënieve dypalëshe, duke shtuar pasigurinë dhe izolimin ndërkombëtar të vendit. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka pranuar ekzistencën e disa dallimeve me SBA-n, por ka theksuar se Kosova nuk i ka prishur marrëdhëniet me të. Presidentja Vjosa Osmani në anën tjetër ka shprehur keqardhje për pezullimin e dialogut strategjik dhe ka nënvizuar rëndësinë e ruajtjes së lidhjeve të forta me SBA-n. Në fund të muajit të kaluar, të dy këta udhëheqës dhe shefja në detyrë e diplomacisë kosovare Donika Gërvalla qëndruan në Shtetet e Bashkuara derisa zhvilloi punimet Asambleja e Përgjithshme e OKB-s, por të tre me agjenda të ndara prej njëri tjetrit. Nga takimet e realizuara, Osmani publikoi fotografi me presidentin amerikan Donald Trump dhe me sekretarin amerikan të shtetit Marco Rubio. Gërvalla mori pjesë në një forum të ministreve të jashtme gra dhe zhvilloi takime të ndara me homologët nga Shqipëria dhe Andora, ndërsa Kurti shpërndau pamjen nga takimet me kongresist, me student, me shqiptaro-amerikan e të tjerë. Njoftime për ndonjë takim të Kurtit apo Gërvallës me përfaqësues të Departamentit Amerikan të Shtetit nuk ka pasur. Ngjashëm as për ndonjë takim të përbashkët të udhëheqësve kosovar me udhëheqës të SBA-s apo shteteve të tjera. Me Kushtetutën e Kosovës, nenin 84, politika jashtme është kompetencë e presidencës, por kjo përgjegjësi shpesh ka shkaktuar edhe tensione me qeverinë. Dy udhëheqësit e tanishëm, Osmani dhe Kurti, janë bashkuar në një listë zgjedhore në vitin 2021, duke e premtuar një vizion të përbashkët politik. Kemi bërë marrëveshjen e parimeve dhe synimeve politike, të cilën porsa e nënshkruam këtu para jush, marrëveshje kjo për një shtet me drejtësi dhe pa korrupsion, për një shoqëri me shëndet, punësim e arsim për të gjithë qytetarët pa dallime, diskriminime e favorizime. Por rruga e tyre nuk ka qenë gjithmonë e njëjta. Dallimet janë shfaqur në raportet me aleatët, në debatin për asociacionin e komunave me shumicë serbe, për tarifën ndaj mallrave të SBA-s e për çështje të tjera. Ndonjëherë kanë qenë të hapura, ndonjëherë më të tërthorta. Për Donika Eminin nga grupi i Këshilldhënës në Evropë për politika të Ballkanit, këto përplasje në politikën e jashtme nuk janë të reja. Ajo kujton rastin e ish presidentit Hashim Thaçi dhe ish kryeministrit Ramush Haradinaj, kur janë përplasur rreth idesë së ndryshimit të kufive Kosovë-Serbi në vitin 2018. Sipas saj, qasjet e tilla të pakoordinuara
e paraqesin Kosovën si shtet të paqëndrueshëm dhe jo serioz në sytë e ndërkombëtarëve. Për shembull, mos koordinimi i mirëfillt në kohën kur masat e BE-s janë vonë për Kosovën, sepse ka qenë një periudhë 6 mujore ku prej masave që kanë qenë nuk kanë qenë vendimi i Këshillit, derisa sa janë bo vendimi i Këshillit, por 6 muaj kanë mujt me koordinu me një diplomaci pak më të mirëfillt, në mënyrë që me çu mesazhe të qarta, me plane të qarta në Bruksel, po të dy kanë neglizhu këtë punë. Radio Evropa Liri është drejtuar zyrës së presidencës, qeverisë dhe Ministrisë së Punëve të Jashtme për të mësuar mbi prioritetet e politikës së jashtme dhe mënyrat e koordinimit mes tyre, por nuk ka marrë asnjë përgjigje. Sipas Prenkajt, fërkimet mes liderëve nuk janë thjesht dallime mendimesh, por një luftë për dominancë egosh që e vështirëson ndërtimin e një vizioni të përbashkët. Edhe Donika Emini e sheh këtë si garë të dëmshme për protagonizëm. Ne funksionojmë me politikë të jashtme e cila formohet në mënyrë ad hoc, në baza ditore politike për konsum të brendshëm politik në Kosovë dhe jo për kalkulime të jashtme, domethënë është agjendë personale politike e personave të caktuar në Kosovë. Prenka është i bindur se rruga për rikthimin e Kosovës në skenën ndërkombëtare kalon përmes përmbushjes së përgjegjësive të marra në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Sipas tij, Kosova duhet të tregojë se është e gatshme të zbatojë marrëveshjet. Në këtë rast pra bëhet fjalë për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Mund të kërkojmë pastaj heqjen e masave, mund të kërkojmë pastaj fillimin e procesit të antarësimit në Këshillin e Evropës, mund të kërkojmë pastaj njohjen, hajde të quajmë në pako të 5 vendeve të BE-s për të evituar ndonjë lobim me shtetet veç që mund, për shembull Serbia t'i bëj. Prenkaj nënvizon se politika jashtme duhet të përfaqësojë interesat e të gjithë qytetarëve të Kosovës, përfshirë komunitetin serb. Çdo qasje konfliktuoze ndaj këtij komuniteti vetëm se do ta thellonte izolimin e vendit sipas tij. Kosova ka nënshkruar një marrëveshje me Serbinë për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe që në vitin 2013, por asnjë qeveri deri më sot nuk e ka zbatuar, nga frika se mund të cenojë funksionalitetin e shtetit. Trysnia nga BE-ja dhe SBA-ja ka qenë e vazhdueshme, ndonse kohët e fundit është zbehur si pasojë e krizave ndërkombëtare dhe faktit se Kosova funksionon me qeveri në detyrë që pas zgjedhjeve të 9 shkurtit. Sipas Eminit, Kosova ka bërë një lëshim të rënd duke mos ndërtuar asnjë kanal të qëndrueshëm komunikimi me qeverinë e kancelarit gjerman Friedrich Merz, marrë parasysh rolin kyç që ka Berlini brenda BE-s. Kjo sipas saj ka kufizuar dukshëm mundësitë e vendit për të avancuar në agjendën evropiane. Mungesa e strategjisë vrehet po ashtu edhe në Washington, që nga viti i kaluar Kosova nuk ka asnjë kontratë lobimi aktive në Shtetet e Bashkuara. Në faqen zyrtare të aktit të regjistrimit të agjentëve të huaj të Departamentit Amerikan të Drejtësisë nuk figuron asnjë marrëveshje e tillë aktive. Për dallim prej Serbisë, për shembull, e cila i ka 6 kontrata aktive lobimi, një avantazh i dukshëm në garën diplomatike. Për të ilustruar se si duhet të funksionojë një shtet i vogël dhe i kufizuar në arenën ndërkombëtare, Emini sjell shembullin e Tajvanit. Ky vend, megjithse i pa mbështetur nga shumë shtete dhe jashtë organizatave të rëndësishme ndërkombëtare për shkak të presionit të Kinës, ka arritur të ndërtojë një politikë të jashtme koherente, fal demokracisë funksionale dhe koordinimit të ngushtë me partnerët strategjik. Edhe Prenka i kujton se shtetet nuk maten me retorik, por me elemente të prekshme të forcës dhe kapacitetit. Me traktatin e Westfalian, i cili është baza ta quajmë e diplomacisë të drejtës ndërkombëtare, shtetet janë përcaktuar në bazë të 4 prerogativave, 5 prerogativave. Para është territori, demografia, siguria dhe ekonomia. Kosova të gjitha këto i ka, po i ka në masë të vogël krahasuar me vende tjera të rajonit. Prandaj, konform këtyre prerogativave, edhe Kosova duhet të marrë rolin e saj në politikën e jashtme dhe në arenën ndërkombëtare.
Kështu të dy ekspertët bien dakord se Kosovës i duhet një politike jashtme që i tejkalon rivalitetet e brendshme dhe vendos interesin shtetëror mbi egot personale. Me fjalët e Eminit, Kosova duhet të nisë duke rregulluar gabimet e veta dhe duke bërë çmos për heqjen e masave ndëshkuese të BE-s që kanë bllokuar miliona euro dhe takime të rëndësishme. Sipas saj, nuk ka më mbrojtës që ta mbajnë Kosovën mbi supe. Çdo energji e huaj ka mbaruar. Shikues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të ekspozes. Për lajmet e fundit ju vazhdoni të na përcjellni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, si dhe në llogaritë e Radio Son në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Bashkë takohemi të premten ardhshme. Mirëmbëjtje.